Rruga e butiqeve, dikur një nga pjesët më të frekuentuara të qytetit gjatë muajve të verës, sot duket komplet ndryshe. Pronarët e bizneseve thonë se kriza ekonomike ka ndikuar dhe dukshëm ka rënë numri i klienteve. Megjithatë, atë kanë një shpresë se me ardhjen e mërgjimtarëve do të rritet puna. Madje në shenjë mirënjohje për mërgjimtarët, ata kishin vendosur edhe mbishkrim mirëseardhje. Shitësit në këtë zonë thonë se puna bie nga viti në vit. Si vjetë është më dobet, nuk si qëra vite. Qëra vite, okon ma shumë. Në çmimet e larta janë ka. Dhe me thonë, shohëshën e më pak njerëz që lëvizin? Po, alat kur beqarët s'kajnë ardhë. Ina më dobet me punë. Ka pas shumë për para me shte e ndalë shumë. Që shte e ndalë, a pse ka shku gurbet, a nuk e ha, se atë pjesët ka vdik. Këto të rejnë se mundin e me ha. To ma dobet, për para reselica bishin vrapsisht betona. Sa një lonëshin. A se salun kom bet, vrapsisht, sa në shesë. Por ka dhe biznese që thonë se puna e tyre nuk është e lidhur drejt për drejt me sezonin e verës dhe dasmat, por është konstante. Megjithatë, ata thonë se fluksi i njerëzve është më i ulët krahasuar me vitet e kaluara. Punët kanë ra shumë, që prejtim gurbetësit dëvejnë e në pak ndryshon puna e di, a më nasim jeshtër 2 vjetër me këtë qoqin, unë e 60 vjetë, 50 vjetë e punan këtë zenat, e në 35 vjetë jom që këtu, mishterit i kimi 2 vjetër, thonë, a gjithë do bëjmë ne kur do më shilni një ditë dykjonin. Ama, puna është që kësho. Cirak nuk vejnë, ma, s'ka cirak. Asos puna e cirak, babalarët nuk i apin, ato cëllën ku ka pare. Ne në kur shkujnë gurbetësit, në bëjmë shërbime në punëm majre. Në këtë rrugë mund të shihe gjithashtu shumë letra se lokalet jepen me qira dhe letra të ngjitura ku kërkoheshin punëtor. Por si duket Tetova ka krizë edhe për bizneset e suksesshme, por edhe për punëtor.